Rikthehet në qytetin e Gurt për të 500 vit radhazi konkursi internacional Tempo. Organizimi i Qendrës Kulturore Gjiroklasika do të vendos në konkurim 170 fëmijë të rinj në 6 disiplina. Për të dhënë një konkurs të mirë me violin, që kam qenë klasë parë me dëshirë për këtë punë. Ç'pjesë pjesë do të luani sot? Të luaj Zvecin dhe koncertin Zveci edhe pjesën Ervarie. Herë e parë për ty që vjen këtu, apo ke qenë dhe më herët? Kam qenë edhe vitin e kaluar, po s'kam emocione fare. Po në një çmim pretendon të marrësh? Mendoj se të marr çmim të parë ose çmim absolut. Isha polish dance edhe vjet 20 që është e violin. Për ty pjesëmarrja është një pjesëmarrje e përvitshme tashmë apo si? Është e përvitshme sepse kam qenë në klasë 2 që kam marrë këto. Dhe sot je në klasë? E 6. Vin nga Kruja dhe kam ardhur që në klasë të parë, që tani jam në klasë 4 dhe kam 4 vite që konkurroj këtu në Gjirokastër. Unë e ka paruar koncertin time, mendoj se isha mirë, mendoj se mund të marrë çmimin e parë 99 ose 100 pikë absolut. Nuk e diet. Me çfarë pjesë? Me pjesën koncertin që është në Reading Op 21 dhe pjesën Djali Kauboj. Unë quhem Michel Marqeshi, jam 14 vjeçe dhe kam nderin të jem këtu sot në këtë konkurs kaq të bukur në Kalan e Bukur Gjirokastrës. Për mua ky është një hap shumë i madh sepse kam bërë dhe konkurse, koncerte të tjera, por në një skenë të tillë, në një vend si Kala e Gjirokastrës, e kam me të vërtet nder dhe jam shumë falendëruese për ata që më dhanë mundësinë, për prindrit e mi dhe më së shumti për profesorin tim, Ergi Papallimitri. Për organizatorët, eventi është një mundësi e mirë për të rinj që të tregojnë aftësitë e tyre, ndërsa qëllimi i tij është nxitja e të rinjve drejt muzikës klasike. Konkursi është shumë i rëndësishëm sepse e para një teknika, një talentet e reja, i zbulon talentet e reja, aq më tepër që i drejton ata drejt rrugës artit, si gjuhë universale muzika, e cila zbudon shpirtrat, po përçohet tek çdo shpirt tjetër njerëzor dhe i bën më human dhe më të bukur çdo njeri. Ne jemi 4 kolege që funksionojmë prej vitesh. Lindi një ide mbas pandemisë. Ajo ideja, mbas gjitha sa mbyllje, bëri gjithë rrugtim që ne kemi sot. Puna është shumë e madhe, sigurisht që ne mbështetemi dhe na mbështesin Bashkia Gjirokastër, pa cilën s'mund të qoftë edhe zhvillimi i konkursit në këtë ambiente kaq. Ministria e Kulturës, që na jep dhe lejen për të shfrytzuar Kalan si trashëgimi kulturore. Dhe mbështetja jonë të njëra tjetra tek të gjithë prindrit që i suportojnë këta fëmijë, të gjithë mësuesit që i rinë pas çdo ditë dhe i shtyjnë në rrugën e bukur dhe shumë të mundimshme të artit, po shumë e bukur. Ne na gëzon fakti në fakt që përveç se numri i fëmijëve në total nuk ndryshon, si vjet kemi 170 fëmijë, shohim emra që përsëriten çdo vit. Dhe kjo kthimi në të njëjtin vend për kaq kohë mendoj që atyre ju ka dhënë një lloj sigurie, po dhe ne besimi që ata na japin, me këto na detyron që të punojmë edhe më shumë, që të krijojmë një ambient sa më të dashur dhe më të ngrohtë, se muzika nuk funksionon ndryshe. Sigurisht si vjet kemi disiplinën e fizharmonikës, njërisi, që nuk e kemi pasur vitet e tjera, dhe shpresoj që në vitet në vazhdim të rritet edhe më shumë, por ardhja që në momentin e parë në këtë disiplinë të 10 studentëve të Universitetit të Arteve, për ne është vërtet një vlerësim. Kemi pianon, violinën, violoncelin, kitarën, si gjithmonë muzikën e dhomës, që mendoj që për një instrumentistë është shumë e rëndësishme të marrësh pjesë në një grup, sepse është ai momenti kur përveç solistit ti formohesh plotësisht në një grup muzikor. Dhe ne duam të më shohim kësaj gjëje. Ndërkohë kemi festivalin Gjiroklasika, si gjithmonë, i cili ka filluar një vit përpara konkursit Tempo. Në këtë festival ne, me që është dhe 5 vjetori i Tempos, ja kemi kushtuar fituesve ndër vite të konkursit Tempo. Në këtë mbrëmje sot do kemi Tiziana Gaudinin, ka qenë fituese e kupës Gëzim Laro në violoncel para 2 viteve.
Nesër kemi Siborën nga Prishtina dhe ajo ka qenë po të njëjtin vit fituese e çmimit Ibrahim Madhi. Dhe sigurisht finalja është për trofet që do fitojnë fëmijët e këtij edicioni dhe uroj që çdo gjë të shkojë bukur siç na ka shkuar në çdo vit, edhe nga mikpritja juaj. Performancat e pjesëmarrësve do të vlerësohen nga juria e përbërë nga 15 antar muzikantë të njohur nga Shqipëria, Kosova dhe Italia.